Leta, se kemi që ditën gumqa. Ungaga. Filloj. Mirë, se bëjmë vitin. Çfarë bëti? Piq, era në studio sot që mjes. Po mora në sezonën persona. Ti projekte që kisha kopa i pa, me i futi filtrim, se kam një dy projekte të reja që të bëj, po thjesht duke pa që kam pas një gjithë bukur më përpara. Shumë mirë. Kur të vijë robi ti tregoj. Po shumë ama. Shumë mirë. Po në rrim mirë pas herë të vim. Duhet të bëj që më shumë pushim. Po si rregull është që çdo një orë duhet më uçut paktën një 5 minutë. Po për shklot veshje, po. Asnjë se po duhet bë. Fut në proces të gjë. Se nuk bëhet, e kupton ti angazhohesh në punë, fokusohesh aty, fokusohesh, edhe harron shlodhin e veshit. Çfarë do bëjmë pushime herë? Se folëm pa të folur për tik. Shtator, ha? Ti e full me koncerte. Shtator e mbyll, në fund gushtit. 29 gusht duhet në fund. Shtator, pse jo? Mundën përqende një trip me makinë Europës. Do të thënë, edhe nëse shkojmë gjithë Europës. Europës. 3-4 vende me ikë. Marrim makinën me qera, marrim atë të modën, 7+1. Ditën i jep ti, natën i jap unë zonë. Seriozisht ashtu do ta bëj. Po pse vetëm ti natën? Po jep ti, natën i jap unë. Natën. Po mi më ndajmë çka. Jo se. Po se flim dy natën ecën vetë makina. Prishëm një rrugës pastaj bashkë. Po ngjyrat më pëlqejnë shumë. Se ti. Jam mundu këtë kam bë vet. Nuk tallën. Po për zotin që se ka qenë një kështu si tekstur. E më ti vetë rregulloj që ndër këtë ngjyrën lartë të ndryshme. Vetëm gjë që kam unë atje është që kam dritare, po unë vdiqja për dritare. Këtu është mena si në traget si Titaniku vlla. Me momente e kam atë. E kupton sepse shumicën e rasteve do dohet të isha kështu si ty. Që kështu si errësirë. Kam më shumë mood, e kupton? Kam më shumë gjendje. I ndrojmë. Thonë fakt që të eci produktiviteti duhet me ndryshon ambiente. E kam e vërtet. Po këtu te ty a havën shumë. Po këtu a kam ave. A kam ave i duhet bërë. Këtu a kam. Ore ngajti me origjinë, s'kam të kur. Unë jam për Shkodrët me ta marsha. Për Shkodrët? Për Shkodrët, origjinë. Linderit në Tiranë. Ama ke lind në Itali, në Moskova? Jo. Ke jetu në Itali? Kam jetu, kam bë fillore në Itali. Mos fillore se erdha këtu. Po unë do të thonë edhe babi kena lind në Tiranë. Kurse gjyshi? Mirë, lodh vështirë. E kapi 600? Po. Që i vogël? Po, që i vogël. Po noja një nga ato benzinare. Me kostum, Me kostum, po, blu. Ma me kishte klajti veshje. Kishte klajti veshje blu komplet dhe këtu një kështu jeshile. Po sa erdhë në studi, dhe është më bëj 20.000 lekë. Benzin. Boj 20 naft. Boj. Dish haben dieses Fach kicken? Prošlo si me zećin je вопрос, losnja vese. I desudi na musti, plala maši. Aber das ist Balkan, alle das. Silent. Po unë kam fillu një këngë. Tani është temë e re. Fillon zhvillohet një 2 minuta kjo. Super. Po pastaj refreni e ke lartë, edhe mbyllja. Është bukur. 3 minuta i gjithë është si këngë, po mendoj që do dali mirë. Do punoj me miksazhin tani. Miksazhi më të vështirë ka refreni. Është lartë shumë. Të lartë. Nëse për post faktit çakave mu me thonë drejtën po më duken gjithë nga që ka plas ky ritmi regaton, mumbaton. Janë bëu të gjitha dhe si shqiptar si të hujët gjithë që kur doli Linoni, ke parasysh ngeli aty ke Linoni. Po tendencat muzik këto janë. Po tendencat, domethënë unë mendoj që janë si moda që ndryshojnë her pas here, por tani po ndryshojnë shumë shpesh. Edhe përpos kësajt nuk ka më alternativa ndryshme.
Më shojnë të një, Ke shumë drejt. Të gjithë kohës vetëm Për shembull, vetëm unë që jam dhe DJ dhe kur vjen puna do të më lut muzikë që ta pëlqen njerëzit. 70% këngëve vlla kanë të njëjtën ritëm, të njëjtën bas, të njëjtën gjë dhe e kam vënë re për shembull që nuk më ndryshon konga nga konga valla. Përveç fjalëve dhe në një refren e gjë. Unë mendoj që më përpara muzika që më e bukur. Shumë e bukur. Ti? Po. Okej, industri ka qenë gjithë kohës, edhe do mbetet industri, po është bë industri si treg shumë i shpejtë, e kupton? 2 ditë, 3 ditë, po, shumë. Ne çfarë do bëjmë një gjë? Ti u martove? Unë martohem jo me Instagram korrik, nisëm në Kanada. Me letra, ha? Po, morë gjitha gocën andej. Çik më madhe se mua është. Gocën, është grup, fakt është 44 vjeç, po e ndame. Edhe ram bën pazarin. Me fëmijë? Jo me fëmijë, jo. Jo me fëmijë, bën pazarin $35,000 më thonë. Që të bësh martesën. Po me tatuazh më duket. Apo me qëra fjallë, do të me ikë një rajë qikë për sipër se mos bardh shumë kjo. Do të i heqesh ato? Edhe ti ke tatuazh, e? Unë kam këtë burgut. E bo si fletore matematike, një ne. Kam edhe këtë pasaj si kjo është kënga ime. E ke gabim, kjo është shumë e bukur, e ke shumë bukur se këto retrot vjetrat kanë dalë shumë mod prapë. Si tatuazhet e vjetër që kanë pasur. Po duhet rregulluar, duhet editu. Duhet rregulluar çik. Nuk bën. Kam edhe këtë mashtruan syt pastaj kënga ime. Është e bukur. Është për vërtet notat janë tamam. Po, janë notat e këngës më shpejt. Është tonaliteti i këngës. Me nota po me logo ti e di që do të filloj prapë çik palesën, po kjo puna jo DJ-liku, jo në studio që do rish çik notën, çohesh mëngjes. Edhe regjimin do të më ndryshoj. Unë kam pas keq se kam qenë edhe në punë para dite. Ushqimi si ushqim vetvete se po. Nuk kam gjëra të zgjedhura. Paktën 50%, jo hajt 100% se bëjmë dot, se duhet me porosit jashtë. E bëm dhe palesë lart. Po. Po shkojmë për ditën. Po. Kur vajta unë 2 herë, 3, më fal. Vajta 3 herë, tani shumë keq. Po ja të kap deli punës për shembull. Dhe çam më kujtu tani? Ti për shembull përdor shumë këtë gjë që kam bën një këngë të re. Nuk është se është shumë e re, shumë e re. E re është. E re. Tash i varet. Nuk është ti e ke shumë, e ke shumë. I çik. I bi fjala? Bi fjala. Ka sy. Po. Bashkimi bën fuqin. Alli! Kështu është domethënë, s'ka si gjë të keq, xhang. Çfarë ke më? Po pse? Nuk vi më këtu det. Çdo njeri që mund vjen këtu në studio mysafir, un kam një poçe. Ja bë këtë poçën, a? Uturaku. Ky është uturaku im i vogël. Po, ai edhe këtu janë kush fiton botrorin, e këtë evropianin, po. Se shoh ta pod më, e ke pa ç'është? Është elefant. Jo, kanë marrë kështu si zog. Kanë marrë zog, i kanë vënë ca shkopa çibukës, si ato të festave që bëni parti çibukë dhe vjen ai tak. Të gjithë të gjën kush fiton. Jo, ku shkon ai qa çibuku? Po sigurt ta gjejmë për shkak. Po jo, më nuk është puna më gjeta, shi unë do marr. Edhe unë dhe ti do marrim nga një letër dhe bëjmë pyetje njëri tjetrit. Atëherë, pyetja para është, në qoftë se do i bëje dikujt lavazh truri, kush do ishte ai ajo? Tani me këtë vap që është çfarë? Edhe vetes e bëja lavazh truri. Do bëj lavazh truri. Po s'ka nuk njoh njëri që me ti të shikë ti radhë. Këto karamelet që nxirrje për vizitë. Vik Kraja. Në qoftë se do transformohesh në femër ose mashkull, me kë mashkull do dilje në takim romantik? Me kë mashkull? Po, nëse do ishe femër. Sali Berishën. Seriozisht? Jam kisha batën. Jo. Sali Berishën. Shumë mirë. E që do bësh në vizitë? Në vizitë? Ti që bëjnë? Ku? Dark, drek, do aja. Ka dhe humor e qenë. Do të nashës. Shërë një që të karatë. Jo të tërë. Ke qenë ndonjëherë aq i pirë sa ti je zgjuar diku dhe mos ta dije si ke përfunduar aty? Ka ndonjëherë që ke qenë tap, e çon njësut, po çdo këtu? Jo, shpejt. Unë se kam këtë problem që edhe kur pi për shembull e kam memorien shumë të thjellët. Ndoshta nga që s'pija shumë sa për të bë aq keq. Ka ndonjëherë? Vetëm një herë më ka ndodhur që kam qenë duke ikë shtëpi, edhe mbaj mend që mund t'i kem rënë gjitha pemëve të mundshme me kohë. Dhe kur kam vajt shtëpi, kam qenë afër derës, kam fjet gjumë të dera. Dhe kur jam zgjuar, po jo, kam fjet shumë, unë kem fjet 2 orë. Kam zgjuar të dera, këtu kam qenë. Se më di çam kanë datën e parë që bona në Prishtinë. Për mua betella. Datën e parë që bona në Prishtinë. Shkoj të mbyllën në një klub, shkoj diku tjetër dhe mos i marroj nata të betohem me gjej veten në stol shtrirë në park, me çorapet në xhep dhe atletet vesh valla.
Nuk e di domethënë, thjesht hapa syt u trema, kontrollova jo mirë. Lekët I kisha të gjitha celularin, çorapet në xhep. Personi që urren më shumë. Me thonë drejtën për personi që urrej më shumë ndonjëherë është vetja. Për shkak gjërave Për shkak gjërave do kishe bërë apo për shkak gjërave që nuk se ndonjëherë do t'i bësh. ndonjëherë bëhem më I mirë se ç'duhet edhe e shoh që pasojat janë pastaj çik të thjeshta. Ti ke pa një më të mirë se mua. Po. Shumë mirë. Çfarë të nervozon më shumë? Tash e themet. Pse tash e them nervozojnë? Tash e themet, po jo tash e themet e bardha. Tash e themet e këqija që mbajnë njerëz në përgoj. Tjetër më nervozon shumë kur ma kujtoj një gjë 3-4 herë. Nëse unë s'du ta bëj një gjë, e kupton, mos ngul këmbë tani, ose në lër dalja jo e imja kur ta bëj unë më vonë, ose mos ngul këmbë 75 herë. Dhe një gjë tjetër që më nervozon shumë është kur marrin telefon. Më shumë se një herë. Për çfarë do ta lije karrierën? S'do ta lije për asnjë gjë. Veç pastaj po që I modhi zot shneti që s'ke çfarë bën. Në këtë rast karrierën kam përshtypjen muzika. Muzika. Po ka fjalën. Po besoj muzik, DJ, muzik, dizajn. Po pra, Ka që bona goxha vite që kur kam qenë I vogël kam pas qef pjesën e muzikës. Edhe menoja që do lloj gjëje dhe shkollën dhe pjesën e dizajnit që kam dhe profesion. si më thon ti, je stabilizuar tani si Se e kam qef akoma. E kam pasion akoma, nuk e di. Ndoshta do ta lija kur të mbaronte pasioni për muzikën, ndoshta atëherë do ta lija. Për çdo lloj gjëje tjetër, nuk e di, po. Hera fundit që ke gënjur. Kjo ka një histori shumë të bukur gënjeshtra, se unë kam pas gënjur shumë më përpara. Ti ke si puna ime. Mos. Unë vazhdoj. Nuk kam qenë, të betoj, nuk kam qenë mashtrues. Gënjeshtar. E kupton, kam qenë gënjeshtar edhe I gjërave, e kupton, kur kam qenë I vogël më dha. Thoshte mami për shembull, kush e theu këtë? Për një gjë shumë të vogël, e kupton, që as 2 lekë s'mund të bënte. Thjesht gjesti që unë bëja, atë acaronte gjithmonë. E kupton, gënjeja shumë dhe më bësh fiksim edhe, vetëm gënjeja, po jo se gjeja gjithmonë një arsye. Ose shokëve thosha, kam marrë një kështu tastier që I hapet ekrani. E kupton, po të vjen tash po jo se kam një shtëpi. E kupton këto gënjeshtra dhe një ka qenë shumë e fortë, mish me theka. Rapi shokë im ishte manjak veshësh në shkollë mesme, thoshën kam marrë një mish me theka, papa. Ko? Edhe gënjeshtra të bardha, kështu pa lidhje. Vjen te shtëpia I thot, "O Kleto, ku I ke atë këmishën?" Kishte I mishi që dalin fije. Ja më. Ka dalë. Këto kanë qenë. Pastaj duke u rritur, nuk u vlasitur. Ja, duke u rrit e duke qenë Shumë më sinqert. Ama për gënjeshtra vazhdoj, jam njësh. Kur duhet më gënjë, Fik derën, ne? Me letën besoj edhe ti, Unë vazhdoj. Je ke zakon. Unë do hap shkollë. Do hap shkollë cikli I ulët gënjeshtari I vogël. Do sjell atë të vogël. Cikli I ulët gënjeshtari I vogël vi kraja. Do sjell atë të vogël mësoj çik. Ti s'ke dorë kështu. Jo. Ë? Jo. Do jaku ka dalë në xheneti pse? Jo. Si jam kështu të dhunshëm fare. Pse? Kjo pyetja është fiks për ty. Çfarë pëlqen më shumë te vetja? Ose çfarë pëlqen? Ke vetja më pëlqej një gjë që nëse du ta mësoj diçka, I futem e mësoj, çdo lloj fushë tjetër, çdo lloj zhanri, si muzikë, çdo lloj gjëje, po desha me mësu diçka, I futem e mësoj. Hera e fundit që ke qarë për një femër. Kur kam bërë këngën kohës të hetë. Në duke dati, aty kam qenë duke kompozuar edhe duke qarë. Ishte fundi, po themi, I adoleshencës, muzikën, sa kisha fillu ta përjetoja kompozimin, e kupton, edhe e shpreha me këto terma, e kupton, me të qarën edhe duke kompozuar edhe më qarë, dhe ajo ka qenë hera fundi. Sa gej je, plako. Kush ka qenë puna më pak e paguar që ke bërë? Kam punu dhe pa lek. Ka qenë ky versioni që hajde fillo punoti këtu që të afirmohesh. Për të bërë këto gjërat. Dhe ka zgjat shumë. Kupton? Kjo ka qenë puna më. Ta bëdhoni pyetjet fundit. Ma bëj. Kjo që ka shumë poshtë logo, po s'do ta bëj këtë. Jep, ha. Qofse do ajo ushqim për gjithë jetën, cile do ishte? Si puna jote. Nëse do ajo ushqim për gjithë jetën. Brumët edhe mburthirat. Për që bëmë, jo? O bëf me re. Si të dhe letra. Ja dhe kon kjo. Nice.
Ajde ku. Luar dhe Më blet. lavë që nga jote? Më që nga jote. Me ti të tani. Bëllet!